Lidhja e sporteve shkollore komunale e Tetovës në kuadër të aktiviteteve të saja sot në hapësirat e komunës mbajti kuvendin e rregullt. Të pranishëm në këtë kuvend ishin kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, përfaqësues nga Lidhja e Sporteve të Kosovës, Lidhjes së Sporteve të Maqedonisë së Veriut dhe të gjithë profesorët e sportit nga të gjitha shkollat e Tetovës. Qëllimi i këtij kuvendi ishte që të debatohet për përfshirjen sa më të gjerë të nxënësve të shkollave fillore dhe ato të mesme, si në kategorinë e meshkujve edhe atë të vajzave, në aktivitetet sportive dhe në përgarat që zhvillohen në nivel komunal dhe republikan. Sporti shihet si një mjet i rëndësishëm për edukimin dhe arsimimin e fëmijëve dhe të rinjve, duke kontribuar në zhvillimin e tyre personal dhe shoqëror. Këtë e pohoi edhe kryetari i Lidhjes Sportive Shkollore Komunale të Tetovës, Bujar Ibrahimi. Edhe këtë vit Lidhja Sportive Shkollore Komunale Tetovë organizon kuvendin e saj vjetor, ku do të jepet raport për organizimin e garave në vitin shkollor 2024-2025. Gjithashtu, si pikë e ditë e rendit ditës, e kemi edhe ndarjen e mirënjohjeve të punëtorëve sportiv të shkollave, të nxënësve të talentuar, të cilët kanë treguar suksese gjatë vitit shkollor 2024 dhe 2025. Gjithashtu, kemi të ftuar edhe mysafir nga Federata e Sportit Shkollor të Kosovës Adrian Telaku dhe nga Federata e Sportit Shkollor të Maqedonisë së Veriut Sonja Elena Miskovska, ku do të shkëmbejmë dhe do të lidhim një marrëveshje bashkëpunimi ku një pjesë e saj është edhe komuna jonë. Kuvendin e rregullt vjetor e përshëndeti edhe kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, i cili përgëzoi lidhjen e sporteve për aktivitetet e bëra dhe premtoi se gjithmonë do të kenë përkrahjen e komunës. Me këtë rast, Lidhja e Sporteve Shkollore në komunën e Tetovës ndau mirënjohje për shkollat, klubet sportive, nxënësit e talentuar si dhe për mësimdhënësit që kanë dhënë kontribut në zhvillimin e sportit shkollor për vitin 2024-2025.